Dhimbtën që ma ka kriju, kur nuk shohet kjo dhimbë. Ka bërë një padrejtësi shumë të madhe, ndaj familjes tonë, po ndaj vajzës time. Si përfaqësues i familjes së të dëmtuarës Erona Cokli, në emër edhe të familjes, do të thonë, e mirëpresim vendimin e gjykatës me të cilën sot i panderi Balan Aliu është shpallë përgjegjës dhe është dënuar për veprën penale të vrasjes të Erona Coklit dhe plaguesit së rënë të Delën Coklit, pavarësisht se lartësia e dënimit nuk është lartësia që e kem prit dhe që e ka merituar të shpallët, megjithatë ky është një hap i rëndësishëm për drejtsinë. Është me rëndësi që i njëjti sot është shpallë fajtor, ndërsa për veprimet e mëktutjeshme, sa i përket sanksionit penal, pas marrjes së gjykimit në formë të shkruar dhe të arsyetuar, do ta vlerësojmë mundësinë që për të njëjtën të ushtrojmë jetën anëkimore në gjykatën e apelit. Dhimbtën që ma ka shoh ky njeri, ma ka kriju, kur nuk shohet kjo dhimbë. Se e di që ka një Zot, edhe ai do dënohet me vendimin që e meriton, jo me kaq. Na çdo ditë kemi dhimbë. Djali çdo ditë po rritet, çdo ditë po kërkon nënën e vet aty, çdo ditë po shohet dhimbta, edhe po shtohet dhimbta, jo po shohet, po shtohet çdo ditë. Se ka bërë një padrejtësi shumë të madhe, ndaj familjes tonë, po ndaj vajzës time. Se herë jemi përballë me ta, gjithmonë na ka shtu dhimbta shumë fysh, se jo që na ka largu, po shumë fysh është shtu dhimbta.